Kur ndoll diçka e keqe ose kur përmend në takon mu ballafaqu me te, shpeshherë shumë të krishtan zgjedhin me shku në magjistar, zgjedhin me shku në përfallxor, edhe në për dietar të ndryshëm, kinse për me largu të keqen. Fatikisht nuk largohet e keqja me të keqen. Nuk është në pushtetin e njerit me largu të keqen. Është në pushtetin e Zotit. Është ai që jep këtë dhuratë. Do të më shku te Krishti, tek ai. Është i vetmi që largon të keqen. Është i vetmi që të liron prej saj. E ai është i vetmi i cili të ban me kuptu se ti je shumë më i madh se e keqja dhe ke mundësi me e fitu e me e mujt atë në emrin e Krishtit, në emrin e tij, me forcën e tij. Pa Zotin nuk largohesh e nuk lirohesh prej të keqes. Me te, e keqja s'ka çaba e nuk mundet me të mujt.